Dëruar besimtar, Allahu i madhëruar, Allahu Azza wa Jall me mëshirën e tij, her pas here njerëzve i ofron atyre fllade hyjnore, stin të begata në saj të mëshirës tij, që njeriu të gjej mundësinë, të gjej preokupimin të ndalojë nga mënyra se si ai ka jetuar deri tani, dhe të meditojë dhe të fillojë të rregullojë jetën e tij dhe në këto fllade hyjnore t'i kthejë në ndryshim për mirë në jetën e tij dhe të kthehet tek Zoti i botëve, dhe ndoshta pas këtyre flladeve hyjnore njeriu nuk e humbet udhëzimin dhe adhurimin e Zotit vetëm dhe gjen forcën për t'u kthyer tek Allahu Azza wa Jall. Jemi në përfundim, thuajse në përfundim të muajit të shenjtë Dhul Qaada. Është një nga muajt e shenjtë që i paraprin muajit të haxhit, që gjithashtu dhe Dhul Hijja është muaj i shenjtë që ka bërë Allahu Azza wa Jall, njëkohësisht edhe muaji Muharram. Janë tre muajt njëri pas tjetrit që janë të shenjtë me fen islame, dhe Allahu Azza wa Jall ka bërë 4 muaj të shenjtë dhe njëri është veças që është muaji Rexhep. Muaji Rexhep në një farë mënyrë është një stin që njeriu në para përgatit para se të vijë muaji begat i Ramazanit, dhe muaji Dhul Qaada është një muaj që e para përgatit njeriu për udhëtimin më të bukur të jetës, që është udhëtimi i haxhit, ku njerëzit shkojnë në Ka'ben e madhnueshme për të kryer ritualin e haxhit, që është një nga shtyllat e Islamit, dhe Zoti ja mëson çdo kujt që nuk e ka kryer haxhin nderuar besimtar. Janë stin të begata, është një periudhë e begatë që Zoti e ka bekuar këto periudha, dhe vetë Allahu Azza wa Jall na tregon që njeriu në muajt e shenjtë duhet të jetë më i kujdesshëm. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dhe mos i bëni padrejti vetes tuaj, akoma më tepër në këto muaj të shenjtë, pa duke mos ju nënshtruar, duke mos ju bindur urdhrave të Allahut Azza wa Jall, dhe duke i shkelur kufin që Zoti ka vendosur për ne, pra duke shkelur gjërat e ndaluara. Pra një ndales, një haram që kryhet në muajt e shenjtë është më e rëndë se sa kur kryhet në muajt e tjerë. Njëkohësisht një punë e mirë që bëhet në këtë muaj të shenjtë merr një vlerë më të madhe tek Zoti i botëve, kur bëhet me sinqeritet vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Prandaj Allahu e ka bërë këtë stin që të shërben si freski për zemrat, dhe janë ditë të caktuara që na adhuron fllade hyjnore që e largojnë devijimin nga shpirtrat e gjithë secilit prej nesh. Është periudha më e begatë e vitit, ku kopshet e qetësisë shpirtërore dhe rahatisë shpirtërore janë 10 ditë fisnike, 10 ditë lutje që njeriu e lut sa më shumë Allahun Azza wa Jall, e përmend sa më shumë Allahun Azza wa Jall, dhe është pikërisht 10 ditëshi më i mirë i vitit, që është 10 ditëshi i parë i muajit Dhul Hijja, që nis ditën e diel. Në kohën e akshamit hyn muaji i Dhul Hijjes, dhe 10 ditët e para të muajit Dhul Hijje janë 10 ditët më të bekuara, më të begata të vitit nderuar besimtar. Ditë që ne duhet ta parapërgatisim veten me sinqeritet përballë Allahut fuqiplot, përballë çdo punë që ne bëjmë për hir të Allahut Azza wa Jall. Sinqeriteti mbi të gjitha, reflektimi dhe autokritika për mënyrën se si ne kemi jetuar deri tani, dhe në këto 10 ditësh njeriu të gjejë refreskimin, të gjejë ripërtëritjen e duhur në raport me Zotin e botëve dhe në raport me çdo përgjegjësi që ka njeriu mbi supet e tij të nderuar besimtar. Allahu i madhëruar betohet për këto 10 ditë. Wal fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal-watr. Pasha agimi dhe 10 ditët, 10 netët, thot Allahu Azza wa Jall. Tekun edhe çiftin është betuar Allahu Azza wa Jall, dhe komentatorët e Kur'anit famlar thonë në unanimitet, xhumhuri i gjithë ulemave, që këto 10 ditësh Allahu që betohet bëhet fjalë për 10 ditëshin e parë të muajit të Dhul Hijjes. Dhe ka thënë Ibn Abbas, Zubeiri dhe Mujahidi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë që dita e 9 tek që Allahu betohet është dita e Arafatit, që është dita më madhështore, dhe dita e 10 është dita e madhe e Kurban Bayramit. Pra në këto 10 ditësh synohet, nxitet që besimtari që nuk shkon në haxh preferohet që t'i agjërojë të 9 ditët e muajit, 10 ditëshit parë të Dhul Hijjes, përveç ditës së 10 që është dita e Kurban Bayramit, që nuk lejohet
të agjërohet. Dhe ai që s'ka mundësi për 9 ditë të agjërojë ditën e Arafatit që profeti alayhis salam ka thënë, ai që agjeron ditën e Arafatit, unë shpresoj tek Zoti që të më fal gjunahet, mëkatet e vitit kaluar dhe të vitit që do të vinë më pas. Është dita në cilën është përsosur feja e Allahut azza wa jall dhe feja që Zoti do ta ruajë deri ditën e fundit të nderuar besimtar. Profeti alayhis salam thot pikërisht për këto 10 ditë: "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam." Thot nuk ka ditë për gjatë vitit që puna e mirë të marrë vlerën më të madhe, të bëhet më e dashur tek Zoti se sa në këto 10 ditë të para të Dhul Hijjës, thot profeti alayhis salam. Çdo punë e mirë që bën njeriu është e pranuar tek Zoti i gjithësisë kur ajo bëhet për hir të Allahut azza wa jall. Pra, jep një sadaka gjatë muajve të tjerë, ajo është shumë e rëndësishme tek Zoti i gjithësisë, por kur e jep në 10 ditëshin e Dhul Hijjës tek Zoti i gjithësisë është shumë e dashur. Kur lexon Kur'an në 10 ditëshin e Dhul Hijjës, ajo është shumë akoma më e dashur tek Zoti i gjithësisë, dhe kur ti e përmend më shumë ti Zotin e gjithësisë në 10 ditëshin e parë të Dhul Hijjës, kjo përmendje është akoma më e dashur tek Zoti i gjithësisë. Ajo që saktohet, që cilësohet më qartë në të 10 ditësh është periudha më e begatë për të përmendur Zoti i gjithësisë. Janë ditë që përmendet më shumti Allahu azza wa jall, janë ditët e para, të 10 të para të Dhul Hijjës, nderuar besimtar. Prandaj kur e pyetën profetin alayhis salam, a është 10 ditë që punët që bën në 10 ditësh janë më të mira se rruga, se luftimi në rrugën e Allahut, ai tha po, është më harit puna e mirë në 10 ditëshin e parë të Dhul Hijjës, sa xhihadi në rrugën e Allahut azza wa jall, tha profeti alayhis salam, përveç atij që del me veten e tij, me pasurinë e tij dhe nuk kthehet më pas, pra ai ka ndruar jetën në rrugën e Allahut azza wa jall. Prandaj profeti na tregon duke na thënë: "Fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi." Kur të vijë 10 ditë i parë i Dhul Hijjës, atëherë meditoni dhe përmendeni sa më shumë Allahun azza wa jall duke thënë la ilaha illa Allah, duke thënë sa më shumti Allahu Akbar, dhe duke thënë sa më shumti elhamdulillah, duke madhëruar Allahun azza wa jall. Dhikri, përmendja e vazhdueshme, dhe kur e pyeti një sahabi profetin alayhis salam, më këshilloi dërguari i Zotit, ai tha: "Mbaje gjuhën tënde të lagur vazhdimisht duke përmendur Allahun azza wa jall." Përmendja e vazhdueshme që njeriu i bën, që madhëron dhe përmend Allahun azza wa jall, është një tregues i qartë i sinqeritetit dhe i besimit që ndodhet në zemrën e njeriu. Shembulli i besimtarit që e përmend Zotin dhe atij që nuk e përmend Zotin është i shembulli i të gjallit me të vdekurin, thot profeti alayhis salam. Ti mund të pretendosh se je besimtar, por nëse nuk e përmend Zotin e gjithësisë, natyrshëm në shpirtin e tij, duke qenë në vetmi, duke qenë në makinë, duke fjetur, kur çohesh nga shtrati, kur çohesh nga gjumi, kur del nga shtëpia, rrugës për në xhami, rrugës për në punë, kur je në punë, kur je vetëm, kur je me të tjerët, nëse ti nuk e përmend Zotin e gjithësisë, atëherë ti je i besimtar me shpirt të vdekur, siç thot profeti alayhis salam, ai që e përmend, ai që nuk e përmend është i shembulli i të gjallit me të vdekurin, thot profeti alayhis salam. Prandaj këto janë ditë që përmendet më shumti Allahu azza wa jall, janë ditët ku puna që ne bëjmë në këto 10 ditësh merr një vlerë të madhe tek Allahu azza wa jall. Prandaj njeriu duhet të rishikojë jetën e tij, mënyrën se si ai po jeton. Kundrejt ratë të parë, kundrejt adhurimeve bazë, siç është namazi, raporti i tij me namazin, 5 vakte ditore a është i rregull, ai fal në kohën e duhur, a përmend Zotin e gjithësisë, a jep sadaka, a lexon Kur'anin famlar, a sillet mirë me prindërin e tij, me familjen e tij, si sillet me bashkëshorten e tij, a kalon kohë me bashkëshorten, a kalon kohë me fëmijët e tij, a është i qetë me familjen e tij, a kalon kohë me familjen e tij, a i respekton prindrit e tij. Këto janë kohë që njeriu duhet të reflektojë, të meditojë para se të kalojnë këto 10 ditë, dhe rishikimi dhe rikujtimi i besimtarit duhet bëhet në mënyrë praktike, në mënyrë konkrete, në praktikë, në mënyrën se si ai jeton jashtë xhamisë, dhe duhet të reflektojë, ta përmend sa më shumë Zotin e gjithësisë për këto mirësi që i ka falë Allahu azza wa jall, dhe ai ndryshon në këto 10 ditë të begata, dhe Zoti i jep bereqet në familjen e tij, në shtëpinë e tij, dhe pse jo edhe në pasurinë e tij, ku njeriu di të reflektojë, di të gjejë forcën
që të lidhet fort me Allahun Azza wa Jall dhe duke përmendur Allahun Azza wa Jall dhe rruga që i jep siguri dhe i fal qetësi shpirtërore njeriu, rruga më e lehtë dhe më e sigurt është përmendja e vazhdueshme e Allahut Azza wa Jall. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, në të vërtetë që zemrat e njeriu qetësohen vetëm kur ato e përmendin në mënyrë të sinqertë, në mënyrë të vazhdueshme Zotin e gjithësisë. Dhe këto janë fjalë hyjnore që ne thjesht i përmendim dhe trupi ynë, neuronet tona, qelizet tona, një Zot i madh e di se si reagojnë kur ne e përmendim Allahun Azza wa Jall me gjithë shpirt, kur ne themi la ilaha illallah, nuk ka Zot tjetër që meriton të adurohet me drejt përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe themi këtë më shpesh të fjalë, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zemra jonë fillon të rra natyrshëm, të rra e qetë, sepse gjen qetësinë, sepse është krijuar për të madhëruar Allahun Azza wa Jall dhe për të adhuruar Allahun Azza wa Jall. Dhe kur themi Allahu Akbar, kur kemi shumë sfida, shumë sprova, shumë përkanaqësi në jetën tonë, shumë gjëra që nuk na pëlqejnë, mund përballim në situata që janë vështira, por kur themi Allahu Akbar, vetëm Zoti është i madh. Ai është më i madh mbi çdo gjë. Dhe nuk ka vështirësi, nuk ka sfidë, nuk ka asgjë që ta mposh njeriu kur ai beson fort, kur e thot të fjalën me gjithë zemrën, kur thot Allahu Akbar. Allahu është më i madh dhe ai çdo gjë e le pas krave të tij. Prandaj pikërisht namazi që është përmendja më e bukur e Allahut, ne nisim duke thënë Allahu Akbar, i ngremë duart lart dhe çdo gjë, çdo ngarkesë psikologjike, shpirtërore që kemi në mendjen tonë, në shpirtin tonë, në zemrën tonë, ne hedhim pas krave dhe jemi lidhur me krijuesin e vetëm suprem, më të madhin, madhështorin Allahun Azza wa Jall. Dhe prandaj e madhërojmë dhe themi Allahu Akbar dhe themi Elhamdulillah. O Zot, për këtë ndjesi kaq të bukur që na i ke fal, për te gjithë mëkateve, për te gjithë problemeve që mund të ketë gjithë secili prej nesh, por dhikri është qetësi absolute, është një qetësi që zbukuron jetën e njeriu dhe pa dhikr njeriu është i vdekur edhe pse merr frymë mbi tokë, ai është një njeri i vdekur që ecën mbi dhe një ditë do të bëhet i vdekur praktikisht kur ai të ndrojë jetë, edhe pse ai tashmë ka vdekur, kur ai përderisa nuk e përmend Zotin e gjithësisë, ai njeri tashmë ka vdekur dhe nuk ka marrë, nuk ka shijuar bukurinë, ëmbëlsinë më të bukur që mund provojë një qenie njerëzore, është të përmend Zotin e gjithësisë, Allahun Azza wa Jall. Prandaj transmetohet tek Buhariu që Ibn Omeri dhe Abu Huraira radhiyallahu anhu, me Allah qoftë i kënaqur me ta, kur ishte 10 ditë që i pari Dhul-Hijjës, shkonin në mes të tregut dhe në zot lart bënin la ilaha illallah, Allahu Akbar, dhe bashkërisht të gjithë njerëzit e përmendin dhe e madhëronin Allahun Azza wa Jall. E njëjta tablo e bukur, një pamje e bukur e tillë ndodh në ditët e haxhit, ku njerëzit, miliona njerëz të veshur me ihramin, që simbolizon të vetëm pasuri që do të marrë gjithë secili prej nesh, që është qefini, dhe asgjë tjetër në trupin tonë, dhe veprat tona dhe lidhja jonë e sinqertë me Zotin e gjithësisë. Dhe nuk ka tablo më të bukur, pamje më të bukur në këtë botë, se sa të gjithë njerëzit pa përjashtim, është i pasur, është i varfër, i bardhë, i ziu. Nuk ka dallim race, krahinë, shteti, asgjë, përveç devotshmërisë, të gjithë njerëzit të veshur njësoj. Të gjithë flenë njësoj dhe madhërojnë Allahun Azza wa Jall, dhe njerëzori kur gjohen telbijet, kur njerëzit madhërojnë Allahun Azza wa Jall, labbaik Allahumma labbaik. Ai zëri melodia më e bukur që kam parë shoqëritë njerëzore për gjatë gjithë historisë së njerëzimit. Ai njeriu që e ka përjetuar haxhin e di që ajo është pamja më e bukur që mund të shoh syri njeriu dhe melodia më e bukur që dëgjon, tingulli më i bukur që dëgjon veshi ynë nderuar besimtar. Allahu na mëson, ata që se kanë bërë Zoti janë mëson, dhe ne që kemi bërë Allahu na mëson sërish që të shkojmë drejt shtëpisë së Allahut Azza wa Jall, drejt vendit më të bekuar në rrezullin toksor. Amin. Prandaj njeriu në këtë ditë do të pendohet me sinqeritet, do të pendohet ta pastrojë zemrën e tij nga çdo ndjenjë syfaqësisë, nga çdo ndjenjë e hipokrizisë, dhe lidhet fort me Allahun Azza wa Jall, ta rregullojë namazin, ta vazhdojë në mënyrë të vazhdueshme istighfarin, kërkimin e faljes, sadakat, çdo punë të mirë. Dhe ka thënë Ibn Hajeri, prandaj këto janë 10 ditët më të bukura, sepse të gjitha ritualet e Islamit bëhen në këto 10 ditësh. Haxhi, sadakaja, agjërimi, leximi i Kuranit, të gjitha adhurimet bazë të Islamit bëhen
bashk në këtë 10 ditësh të bekuar të Dhul Hijjes. E lutim Allahun Azza wa Jall që na mundsoj të arrijmë ditën e Arafatit, ditën që Allahu e ka plotësuar fenë e tij, e ka plotësuar dhe e ka përsosur fenë e tij, dhe e lutim Allahun Azza wa Jall të na pranojë, ta mundsoj të bëjmë vepra të mira në këto 10 ditësh të begat të Dhul Hijjes. E lutim Allahun të arrijmë ditën e Arafatit, na mundsoj të agjërojmë ditën e Arafatit. E lutim Allahun Azza wa Jall na mundsoj të arrijmë ditët e Kurban Bajramit, dhe Allahu ta mundsoj të na jap veç të mira në familjet tona, shëndet dhe çdo të mirë të na ruaj nga çdo e keqe, ne dhe bashkë gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Allahu Azza wa Jall t'i ruaj muslimanët, t'i ndihmoj muslimanët kudo që ndodhen, dhe çdo vuajtje, çdo siklet që ka çdo musliman